tjetër, kalojmë tek dysheku. Ne kemi sjell disa variante her pas here se si të pastrojmë, si të lahen dhe mos patur ato njollat e çuditshme, njollat kafe të verdha në dyshek që vijnë nga konsumimi i tepërt i tij. Gjithsesi, për çdo zonjë që ka menduar të pastrojë të lajë dyshekun vet, se tani ka dhe mjete, kompanitë të cilat na ndihmojnë për pastrimin, por nëse duam që ta lajmë vet dyshekun, na jep disa këshilla. Larja është tjetër gjë, pastrimi është tjetër gjë. Nëse kanë mundësi, ka larje me avull. Larje me avull është vetë pajisja e lanë. Nëse do me pastru, atëherë është ajo që kam thënë dhe për jastëkët, për çdo gjë tjetër, edhe për tapetet, kam thënë me sodë buke ose me miell misri. Me miell misri? Po. Ma trego pak të përgjithshëm. Të dyja, do me thënë, o këto o ato, do me thënë, jo të dyja njëkohësisht, gjithmonë, kam thënë për zjerje, jo, kotëm kotë, do me thënë. Dhe ideja është që duhet ta spërkati mirë të gjithë dyshekun dhe do ta lëmë minimumi 2 orë. Me sodën ose me miellin e misrit? Kush bën më shumë punë, soda apo mielli i misrit? Të dyja. Cilën të kenë në shtëpi. Do me thënë, kush është më... Pra, e spërkasim dyshekun me mirë, njëra prej tyre. Jo, pak mirë, do me thënë, në mënyrë të njëtrajtshme. E lem, dhe pastaj vëm fshesim me korrent. Tani gjatë kësaj kohe, 2 orë, qoftë edhe 3 orë, e mira është edhe 3 orë, ka bërë punën e vet. Pra, ka thisur të gjithë, do me thënë, yndyrnat e trupit, ka thisur të gjithë papastërtitë, mikroorganizmat, do me thënë, të gjitha i ka thirë, qoftë soda bukës, qoftë mielli i misrit. Këto kompani ku pastrojnë ose kur të dim ne se çfarë ka brenda një dysheku, nuk qëndrojmë aty, nuk flejmë më, aq papastërti, pavarësisht se duket në pamjen e jashtme që është gjithçka okay, po imagjinoni se çfarë ndodh brenda, sepse prandaj është avantazh që nuk i shohim dot me sy të lirë. Trupi unë kur fle lëshon këto qelizat e vdekura, edhe i lëshon ato në çarçaf, i lëshon në dyshek, në mënyrë të vazhdueshme, 2 herë, 3 herë, sa mund të shtrihemi, në jastëk gjithashtu, dhe gjitha këto depërtojnë, plus që fillojnë ato problemet, jo alergjit, jo problemet shëndetësore. Personat alergjik duhen patjetër, do me thonë, jo ta lënë mas një stine për ta pastruar. Zakonisht duhet çdo 2-3 muaj. Të pastrohet në këtë mënyrë. Është një pastrim, jo larje, thamë është ky pastrim që përfshin. Soda pas faktove të tij. I përsis. Është domethënë është një mënyrë shumë e mirë. Praktike, nuk është se lodhesh. Po. Se ka të bëjë dhe kjo që edhe. Se nga gjithë këto punë që kemi në shtëpi, paktën lehtësojmë veten me. Pasi e kemi përthithur sodën apo miellin e misrit me fshesën me korrent. Kemi ndonjë veprim tjetër? Kaq? Jo. Tashi gjëja e parë që duhet bërë, që nuk e thash në fillim, është aerosje në diell. Po jo çdo kush e ngren dyshekun dhe e vendos në dritare, balkon apo dyshekët tek janë më të kollaj, po dopjot janë shumë të vështirë për të ngritur. Po. Kështu që ky është momenti, domethënë, puna e parë, veprimi i parë që duhet bërë, pra dielli është. Ndoshta dyshekun nuk e çojmë dot në balkon dhe në dritare, po për shembull çarçafët mund të kujdesim, mbaj mend prindrit tanë gjyshet çdo mëngjes i mblisni çarçafët dhe i shkundrin. Kjo dihet, dihet. Kjo dihet shkundur, edhe madje edhe bataniet, çfarë ishin, domethënë, i mbanin në diell, për aerosje. Për aerosje, për të shkundur si shtam. Shkundin dhe i mbanin edhe aty pastaj. Domethënë si shkundin i mbanin që të rinë në diell. Dhe jastëkët. Unë i mbanin në diell. Tani duke u rikthyer kësaj pjesës të mbytim vapën edhe përmes gjërave praktike në shtëpi. Te pjesa e çarçafëve, çfarë materialesh rekomandon, sa shpesh duhet i lajmë ato tani në verë, kullafët? Po këto. Do të thënë sa më të lehta, të holla, se ka lloj materialesh tash. Po pambuk ka, saten ka, lino. Saten, për mendimin tim, nuk ndërhyte, po unë them vetëm pambuk, lino dhe bambu. Nuk përdor asgjë tjetër dhe të çelura, ngjyra të hapura, dhe larja, me që më pyetët, larja tash duhet bërë jo një herë në javë, domethënë siç dihet që ndrohen çdo ditë shtunë. Çdo të shtunë bëjmë pa punët me themelin, ndrojmë edhe çarçafët. Jo, është verë, është vap, domethënë ndjersisim gjithë ditën. Ka shumë tipe alergjik, duhen ndruar. Çdo 4 ditë, çdo 4-5 ditë.
ndoshta dhe më shpeshë, varet gjithmonë nga veprimtaria e njeriut. Sa shpesh dhe sa shumë ndirësit individit për të... Madje është dhe një gjë tjetër që duhet marrë parasysh. Në qoftë se nuk bëhet dush në darkë, çarçafët normalisht gjithaj pluri, djersa e aktivitetit të ditës zhytet nën shtresa. Prandaj, në qoftë se o do lash çarçafin, o do lash veten. Tash kush i bie më ekonomikisht më mirë? Normalisht vetja. 10 minuta gjë apo 1 orë gjysmë apo 2 orë çarçafët. Dhe më thellë, ajo djersa, pluri. Sigurisht, prandaj. Pa pastërtia që... Mundohemi dushi të bëhet natën para gjumit.